Gjatë natës, ushtria izraelite ka nisur një ofensiv të gjerë në qytetin e Gazës duke përdorur avion bombardues, drone, raketa dhe helikopter, si dhe trupa toksor që kanë përparuar drejt qendrës së qytetit. Zyrtarët ushtarak izraelit theksuan se ky operacion është vetëm fillimi, ndërsa tanket dhe forcat speciale synojnë neutralizimin e bazave të Hamasit, ku bazohet të strehohen dhe pengjet. Presidenti amerikan Donald Trump lëshoi një paralajmërim të fortë për Hamasin, mos i përdorni pengjet si mburoja njerëzore, për ndryshe çdo gjë do të jetë mundur. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e falenderoi për mbështetjen e balokundur, ndërkohë familjarët e pengjeve protestuan jashtë rezidencës së Netanyahu duke thirrur, kjo mund të jetë nata e tyre e fundit. Banorët e Gazës raportuan bombardime pothuajse të pandërprera në qendër të qytetit, ndërsa turmatikën drejt periferisë për të strehuar. Një zyrtar i lartë IDF deklaroi se më shumë trupa toksor do të dërgohen në ditën në vijim si pjesë e një sulmi të plot toksor që synon pushtimin e zonës metropolitane. Ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz shkroi në rrjetet sociale: Gaza City po digjet, nuk mund të tërhiqemi derisa misioni të përfundojë. Raportimet nga Jeruzalem Post dhe burimet palestineze tregojnë se tanket po hynë në zemër të qytetit në nivele të lufte dhe nuk janë parë ndoshta në 2 vjet në Gazën Veriore. Bilanci fillestar i viktimave është 62 sipas agjencisë Wafa, ndërsa disa prej tyre humbën jetën në lagjen Nazar, duke u strehuar në tendat e përkohshme. Situata humanitare po përkeqësohet me shpejtësi, qyteti po përballet me mungesë të ushqimeve, ujit dhe energjisë elektrike. Organizatat humanitare ndërkombëtare kanë paralajmëruar për rrezikun e një katastrofe humanitare dhe kanë kërkuar ndërprerjen e sulmeve ndaj civilëve. Ndërkombëtarët reaguan menjëherë. Kombet e Bashkuara dhe disa qeveri europiane i bëjnë thirrje Izraelit për përmbajtje dhe për të garantuar sigurinë e civilëve, ndërsa SBA ka theksuar mbështetjen e tyre për Izraelin, por kanë paralajmëruar mbi nevojën për ruajtjen e jetëve civile. Në përfundim, Gaza City është kthyer në një zonë luftimi intensive me një numër të madh të vrarësh dhe të plagosur. Lufta për qytetin e Gazës duket se sapo ka filluar, ndërsa shqetësime për një eskalim më të gjerë të gjatë konfliktit rritet çdo orë.